Kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor në Tetov, Ilyas Halimi, sot shpalli rezultatet e zgjedhjeve komunale në Tetov, duke treguar të gjithë rezultatet e komunës së Tetovës në zgjedhjet e 24 marsit. Sipas Halimit, në Tetov gjithsejt kanë votuar 47.249 votues, ndërsa të pavlefshme kanë qenë 1.159 vota. U vret një dukuri ku shumë qytetar nuk ishin dokumente biometrike, dhe mu për këtë nuk kishin mundësi të shfrytëzojnë drejtën e tyre në zgjedhje. Mirë po, ka pas edhe të atilë cilët kanë pas dokumente biometrike, por nuk kanë qenë në listat zgjedhore. Rastet që janë paraqit deri te Komisioni Komunal Zgjedhor, i kemi evidentuar dhe të njëjtat i kemi përcjell deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Rezultatet e votimit për kryetar komune janë këto. Gjithsej ne kemi pranuar prej Komisionit Shtetëror Zgjedhor 77.570 lista të votuesve. Prej tyre 30.321 nuk janë përdor. Kanë votu 47.249 votues. Të pavlefshme ka pas 1.159 vota, që do thot të vlefshme vota në përgjithësi ka pas 46.090. Këta qytetar kanë votuar për këta kandidat, që si parti politike, që kanë ngaruar në këto zgjedhje lokale për kryetar komune. Pra për RDK-n 2.250 vota, BDI-n 18.429 vota, për VMRO DPMN me koalicionin që është 7.243 vota, për Partinë Demokratike Shqiptare 15.116 vota, për LSDM me koalicionin 3.052 vota. Sipas Halimit, rezultatet e njëjta kanë qenë edhe në listën e këshilltarëve. Për Këshillin e Tetovës kanë ngaruar për RDK-n, kanë votuar 2.191 votues, për Partinë Demokratike të Turqve 1.411 votues, për VMRO DPMN me koalicionin 7.492 votues, për Bashkimin Demokratik për Integrim 16.909 votues, për Partinë Demokratike Shqiptare 13.538 votues, për Partinë DOM 398 votues, për LSDM me koalicionin 4.004 votues. Halimi tha se situata ka qenë e qetë dhe nuk ka pasur incidente të mëdhaja, por është vërejtur një numër i madh i policëve në vendet ku është votuar dhe përreth kësaj.